Kjo këtu është logo e re që mban kryeqyteti Prishtina, tashmë në Facebook mos kërkoni Komuna e Prishtinës, sepse emrin zyrtar e ka ndruar në kryeqyteti Prishtina, dhe kjo është logo me cilën e dini që ne kemi pasur një storje këtu që kemi folur sa i përket logos, emrit dhe çdo gjë që ka pasur një konkurs në Komunën e Prishtinës. Kjo është e fundit sepse vetëm 5 minuta para saj ka pasur një fotografi tjetër për cilën ka reaguar mysafiri që e kam këtu me mua, e që është Ceroni, qytetari i Prishtinës Orhan Ramadani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju më së miri dini monumentet që i kemi edhe ne këtu në studio, në logon tonë, edhe në logon tashmë të komunës. Ju reaguat sepse në logon e komunës ishte vendosur kisha ortodokse e cila ndodhet në kampusin universitar. Na spjego pak si ndodhi, si e pat, si e vrejtët dhe pastaj gjithë reagimit që ndodhi natën e mbrëmshme. Faktikisht e tëra ka ndodhë pardje, jo natën e mbrëmshme, po ditën e mërkurë, Komuna e poston si tip baneri këtë pjesën lartë, edhe vendos kryeqyteti, po me qenë se ishte fjalla për ndëgjime publike, nuk reagova, se ka qenë ditën e mërkurë, po në ndryshimi i faqes nga Komuna e Prishtinës Facebook, në kryeqyteti ka ardhur ditën e djeshme. Dhe me rastin e ditës djeshme e vreta se nëse bëhet fjalla për harmoni fetare, çdo gjë është në rregull, po bëhet fjalë për një kishë politike e cila simbolizon një krim të kohës të Miloševićit. Fotografia është kështu, mund ta prezantoj tani edhe në telefon, me qenë se e bërë një print screen apo... Ju e thatë para bisedës që po të ishte vendosur kisha ortodokse e cila ndodhet në Tasligje, nuk do të reagoni sepse ajo është aty ka herë. Unë dhe gjithë kolegët e mi të cilët më së miri me promovojmë qytetin e Prishtinës dhe gjithandej Kosovës, ne promovojmë së pari si vlerat kombëtare, gjithashtu dhe fetare. Nuk ka të bëj asë një parti politike në rastin tim të reagimit, apo ndonjë arsye fetare. Arsye është se këtu ka qenë xhamia madhe, këtu te Borramiz dhe një Borni, ka qenë kisha e ortodoksës sërbe, kamera mund ta merr këtu ja para se të rrit pak ndriçime. Po të lutëm me njëherë, edhe me njëherë, ja, kamera mund të ashë, edhe unë reagova në faqën e komunës. Dikur pas dite rrëth orës 16:30, reagova thash pse të promovot një kish e cila promovon krimin e Miloševićit dhe madje edhe promovimin në kohën e Arkanit, që ka qenë e dim gjithë qyteti Prishtinës si është bërë e kish, e cila madje është në kontekst gjyqësor. Zoti Ramadani, ndryshoj pastaj, por dua të di me që ju jeni Ciceron dhe jeni në kampusin universitar, sepse është biblioteka kombëtare aty, çka bëni kur vinë turistët dhe pyesin për këtë objekt, sepse është një objekt i lënë pas dore, tashmë që nuk dihet çfarë do të bëhet me të, por çfarë bëni ju si Ciceron kur merrni pyetje nga turistët e huaj sa i përket kësaj kishe? Kur morëm pyetje direkt nga turistët, edhe pse nuk e përfundova me rastin se ky postim u ndryshon nga administratorët e faqes punë 3-4 minuta. Dhe pastaj në pamundësi, pastaj do të vite pyetja juaj, në pamundësi që të reagoj me që se më fshi postimi edhe u largua këtë tip baneri apo lloj koveri si duhen ta quajmë dizajn nga komuna, e postova me një faqe tjetër me një e cila është për Prishtiнаlit aty shumica ku jemi, edhe pas disa minuta edhe aty më fshije, po nga administratore e faqe me arsye se ka të bëjë direkt kundër kryetarit. Unë nuk jam kundër kryetarit, as kundër komunës, apo ndonjë institucioni publik cilë do qoftë. Përkundrazi, ne luftojmë ta promovojmë qytetin në mënyrë më të mirë. Me rastin e pyetjes nga turistët të cilët janë shumët, ne faktikisht nuk e promovojmë atë kishë e cila simbolizon dhunën. Po në rastin e pyetjes që pyesin turistat se çka është ky objekt i ngelur në këtë formë, i themi se është një kishë e ndërtuar ilegalisht. Në momentin që i themi që është ndërtuar ilegalisht, ata janë shumë të përgjithshëm dhe e kuptojnë rastin si që është rasti me kishën ortodokse sërbe. Sikur në këtë rast që është ndryshuar nga dizajneri komunës, se këto kryetarë nuk e kanë ndryshuar, po Drejtoria Kulturës apo ndonjë dizajner, sikur të ishte këto kisha Shën Nikollës, që është rrugës për Gërmi, do të simbolizonte një harmoni fetare. Xhamia e madhe, kisha ortodokse sërbe, e cila është qysh moti, katedrala Nën Tereza, dhe këto është biblioteka. Do të ishte çdo gjë në rregull të simbolizonte harmoni fetare.
po ajo kish e simbolizon dhunë dhe nuk do ta ketë në promovim e vlerave turizmit të kryeqytetit Prishtinës. Derisa ne po flasim, besoj do ndrohet sërish pamja prapa jush dhe do ta kenë edhe kamermanët në fokus. E pas që e kemi ne në logon ton këtu në 038, e kemi edhe Sahat Kullën, e cila ju folët çka duhet larguar, unë nuk po e shoh që është. A mendoni që ka edhe objekte të tjera të cilat do ta bënin më të bukur krejt këtë kryeqyteti, këtë logo, objekte që identifikojnë Prishtinë dhe që mungojnë këtu. Pra unë po e vrej që mungon Sahat Kulla, me siguri që mungojnë edhe objekte të tjera, ose si që kemi muzeun kombëtar, i cili po ashtu është objekt identifikues i Prishtinës e që mungon këtu. Pa tjetër, po me qenë se është përfshirë në koverin në rrafshin horizontal, ndoshta kjo është e përkohshme, nuk është bo asnjë konsultim apo ndëgjim publik me rast në koverit në faqen e kryeqytetit Prishtinës. Kjo është faqe zyrtare. Politika, kryetarët shkojnë e vinë, qyteti është i Prishtinës. Qyteti është i qytetarit Prishtinës, prandaj në këtë foto plotësisht pajtojmë se do të jetë edhe objekte tjera të cilat janë të interesit të veçantë, edhe nuk do të jetë në këtë dizajn bardhëzi se nuk simbolizon. Ja për shembull, kjo është një lloj karikature që është shumë e vrasht, se nuk e simbolizon biblioteka, përkundër e mira apo e keqe nuk është në këtë gjendje. Ja shikoni sa e vrasht është kjo fotografi. Me këtë nuk simbolizon asgjë dhe nuk mund ta prezantojmë tek turistët që simbolizon një vlerë siç është biblioteka kombëtare. Besoj që kamermanët mund t'i fokusojnë pak gjitha ato pamje që i kemi ne, që janë vizatuar, janë bërë nga mjeshtri që i bën karikaturat në konditore, pra krejt këto që janë në skenën tonë, dhe që besoj mund vinë të kjo si pamje, dhe që po ishin janë në formën ashtu si që duhet të jenë. Pra ju po thoni që duhet kemi kujtesja edhe me formën, se si janë prezentuar. Në atë formë edhe xhamia nuk është në formën e drejtë. Në formën e drejtë nuk është e prezentuar ashtu si që është realisht, edhe po është në një borni, nuk është në këtë formë që është këtu, do më thonë ka gabime, po këto në gabime teknike që përmirësohen. Këto, po problemi është pse është promovuar dhe dikush do t'ja përgjithësi. Kush do qohë që ka bërë nga Komuna Prishtinës do t'ja përgjithësi që promovohet një kish e cila simbolizon dhunën dhe dim ne që këmë përtuaj. Besoni që duhet të di si e pat reagimin e shpejtë të komunës dhe largimin, sepse u largua. U largua pun 5 minutash. Unë reagova me njëherë edhe i lajmërova gjithë kolegët e mi, gjithashtu edhe ata e nguida cilët e promovojnë mënyrën më të mirë të mundshme kryeqytetin dhe gjithandej Kosovën, fillon edhe ata të reagojnë se dërgova për gabimin që e kanë bërë komuna. Për 5 minuta u largu kjo, i mbyllën komentën gjitha edhe vendos kjo kovera po baneri i ri të faqja kryeqytetit Prishtinës. Dhe pastaj fillon politika që ka të bëjë montazha, nuk është montazh, unë pikërisht që nuk është montazh, se filluan pastaj të bëjnë që ka pas montazh ndikime politike, ku ta dijun reagime të lloj-llojshme, por nuk ka të bëjë me politikë, nuk ka të bëjë me parti, nuk ka të bëjë me fe, ka të bëjë për mbi gjitha që është promovu një objekt i dhunës, i cili nuk do ta ketë vendin në faqen e kryeqytetit Prishtinës në Facebook. Dhe për fund dua të di ta ndrojmë pak temën, cili është monumenti që komentohet më shumëti nga turistët në Prishtinë, për gjithë ata që po na ndjekin, nga ata turistë që ju kanë juve si tour guide, si Ciceron. Po Prishtina ka shumë vlera të mëdha sa përket vizitave turistike të cilët turistët me kënaqësi e presin. Ne mundohemi në mënyrën më të mirë të mundshme ta prezantojmë se fundja është vendi i jonë dhe ne jemi ambasadorët më të mirë të shtetit, madje promovojmë shtetin më mirë se vetë Departamenti i Turizmit i Ministrisë Tregtisë apo vetë më mirë se Komuna e Prishtinës, se ne jemi ata me të cilët ballafaqohemi me turistat në terren, ata rrinë në zyre. Dhe deri tash çka kanë bërë shumë e kemi të qartë, por megjithatë kanë filluar disa ndryshime pozitive që është për të përshëndetur, por megjithatë ka vlera turistike, siç është për shembull monumenti New Born që fillon aty zakonisht fillojmë për shkak se pavarësia simbolizohet me monumentin New Born, pastaj ka vlerat se xhamitë ndryshme që janë shumë të vjetra, madje më të vjetra se edhe vetë Istanbulli, që kur e marrin këtë vesh turistat që kemi xhami më të vjetra se sa vetë Istanbulli sotëm, befason e kemi katedralin me vlerë shumë të madhe që e mban një emër shumë të madh të misionarës tonë të krishterë Shën Tereza, pastaj kemi bibliotekën që komentohet ndryshme, po madje për kurreshtë vinë ta shohin se o zgjedhur jo objekte më i shëmtuar, jo objekte më interesante, jo objekte, po ne prapë e zbukurojmë me mënyrën edhe
teknikat tona të guida turistike që ta bëjmë sa më të afërm të turistët që prapë se prapë ta referojnë, ta vizitojnë Prishtinën prapë turistat tjerë. Dhe për fund, Kosova ka një problem me turistët, sepse po na vinë turistë të cilët marrin guida nga jashtë. Më ra të takoj një në kampusin universitar, i cili po më pyeste mua për objektin e bibliotekës kombëtare dhe pra dhe i thash pse nuk ke një guidë. Tani Prishtina si mungon tashmë kjo zyra turistike të cilën e ka pasur është mbyllur. Mendoni që turistët po marrin guida nga jashtë, jo vetëm pse duan të keq informohen, le të themi, nga shtetet që duan të flasin keq për Kosovën, por sepse dhe Kosova nuk i ka vendet e duhura ku një turist mund vide të kërkojë një ciceron, pra çdo gjë bëhet online. Është e vetmja mënyrë që të huaj gjej një ciceron është duke kërkuar online në përfaqe të ndryshme. Kjo është një problem kombëtar që i përket Departamentit Turizmit të Ministrisë Tregtisë. Nga data 16 mars e kemi ligjin për turizmin, deri tash ka qenë një rregullore unmikut e cila ka pas shumë mangësi edhe nuk ka qenë mirë përfaqësuar ashtu si duhet. Tani nga marsi kemi ligjin për turizmit dhe kemi filluar me licencimin e guidave turistike të cilat deri më tani nuk ka pasur Kosova asnjëherë guida të licencuara. Të gjithë që funksionojnë në Kosovë funksionojnë me disa certifikime që i kemi bërë disa shkollime qoftë nga ambasada zvicrane, qoftë nga ambasadat e tjera, qoftë disa guida me programe të shkurta, po në mënyrë kombëtare, në mënyrë shtetërore nuk ka. Prandaj tash kemi filluar me licencimin e guidave dhe besoj që do të rregullohet edhe në terren pasi që ka më e keq është që ka guida nga Serbia që vinë në Prishtinë edhe prezantojnë Kosovën si shtet serb. Edhe gjitha ato monumentet të cilat e kemi na që në pasuri e Kosovës, të cilat madje mbrojtën edhe prej UNESCO-t, i prezantojnë si vlerat Serbisë e jo të shtetit Kosovës. Prandaj ftoj inspektoratin e tregut të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë në kuadër të Departamentit të Turizmit të dalë në terren dhe të kërkon dhe të hulumtoj dhe të shikoj kush janë ato guida apo udhërrëfyes turistik të cilët vinë ilegalisht në Kosovë dhe keq informojnë rreth historisë dhe vlerave turistike të Kosovës. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit edhe për ftesën.